E dim që të rreziqet kemi patur për herë dhe jemi sabotuar për herë, ndaj dhe në 84.000 km2 që ishtë, jemi ka të ndisur 28.000 km2, tëra i dim, po problemi është që tani në Europën e re, në Europën që duam të futemi në Bashkimin Evropian, objektivi madhor i joni është futemi një në Bashkimin Evropian. Pastaj do kemi kohë të bëjmë jo protesta, po çdo gjë, e pastaj kërkojmë jo tërheqjen e Ramës apo të qeverisë, po të çdo kujt tjetër, se pastaj luajmë me shtetin ligjor, luajmë me shtetin antar i Bashkimit Evropian, luajmë me standardet e Europës, me ligjet e Europës, që nuk të lënë ato të livadisësh ti si të duash, e tjera me radhë. Por duke u penguar që të futemi atje, do anarki, ti do si 97 dhe do që ta bësh 97. Nuk e bën dot. Atëre bëre me armë, e tjera me radhë, sot do që ta bësh me flamingo, e me flamuj, e me qeleshe, me shgab, por nuk është një lloj, domethënë, pasojat janë një lloj. Ky është qëndrimi im për protestën. Avokat, nuk e di, ju e përmendët paksa që ka elemente ndryshëm brenda protestës, por agitatura të huaja, mendoni që ka të përfshirë në protestë, qofshin këto serbe, greke që kanë ndërhyrë me tentakulat e tyre? Agentura serbo-greke këtu në Shqipëri ka qenë që kur vendosën pluralizmin politik. Madje Serbia na komandoi neve, na emëroi, e mbajti, e subvencionoi edhe gjithë kohën, domethënë e mbështeti Sali Berishën, e ka agendin e vet. Ajo. Edhe ju e keni parë në atë dita që ata vunë në krye të shtetit shqiptar si president Republike Sali Berishën, e pushuan luftë me Shqipërinë ata. Nuk ish me lajme kundër Shqipërisë as në Tanjug, as në Borba, Beogradit e tjera me radhë, nuk bën me luftë serbët kundër nesh. Se dini që kontrollonin përmjet Saliut gjithë situatën këtu brenda. Dhe serbofilët e Saliut ne i kemi në çdo institucion të shtetit edhe sot. Që është në fuqi kjo qeverisje aktuale. I kemi edhe shërbimin informativ shtetëror. Ne, para se të marrë vesh kryeministri apo presidenti i Republikës një situatë ndërlikuar që një kanosje serioze që i bëhet shtetit shqiptar, e merr fillimisht Djenin Sali Berisha dhe pastaj me njerë Beogradi e Atina, pastaj i marrin vesh këta. Pra, kemi patur gjithmonë, po tani ata janë gjallëruar shumë, edhe gjallërimi i tyre është i dyanshëm. E para, sepse sidomos ato qarqet më reaksionare greke nuk duan që ne të futemi në Bashkimin Evropian, por nuk kanë ç'bëjnë, sepse janë të detyruara të zbatojnë shumicën, atje vullnetin e shumicës së Bashkimit Evropian, dhe janë vetë pafuqishëm, sepse ne e pamë që e ka të ndisën veten deri në faliment, edhe do t'u blinte të gjithë truallin atje i ishut e gjitha Gjermania në borxhet që kishin. Dhe duke qenë në situatë tillë tani ata u ka futur Bashkimi Evropian kemë në një këpucë e i thonë që do ta pranoni, doni s'doni, do s'ka më as veto as gjë për futur Shqipëria në Bashkimin Evropian, do ta pranoni një gjë të tillë. Por nuk e duan kurrë në kurrës, edhe gjej rrugë indirekte. Pse? Se duan akoma ta mbajnë Shqipërinë jashtë Bashkimit Evropian. Duke mbajtur jashtë Bashkimit Evropian, ne nuk pretendojmë, nuk luftojmë dot për të hequr ligjin e luftës me Greqinë. Po çuaj ai ligj lufte, ne nuk zgjidhim dot problemet e pronësisë shqiptarëve që kemi atje. Postaçërisht çështjen Çame. Kemi pronat jashtëzakonshëm. Çam s'vën dot atje në truallën e tyre. Po të vej Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian, ka reciprocitet, siç ke ti të drejta të pakicës stende që ke këtu në Shqipëri, greke, në ato fshatrat e minoritetit atje, kanë edhe çamët, se janë autokton, janë tokën e tyre, pasuritë e tyre, e tjera do i gëzojnë ato, e do i marrin. E do greku një gjë të tillë, për disa miliard dollar janë pasuri të patundshme atje që janë të shqiptarëve, po i mban greku, bëhet fjalë me 20-50 miliard dollar. E di çdo thot për Shqipërinë 50 miliard dollar që të vend marrin pasuritë çamët atje, pse do Greqia. Po Greqia nuk e doin pikpamjen e turizmit. Ata janë bërë xheloz të tërbuar, ata e Malizi e tjerët me turizmin shqiptar. Këta 13 milionë që kanë ardhur këtu vinin në Greqi, në Malinezi këta më parë. Tani po vinë në Shqipëri. Vinë edhe në Itali. Po vinë në Shqipëri.
Dhe do ajo një investim kaq serioz, na investitor kaq të mëdhenj, si që janë këta dy të Katarit, aty në Zvërnec, kur në kurrës. Ju jam i bindur që i ndiqni edhe televizionet e Greqisë. Televizionet kryesore, kombëtare të tyre, bëjnë debate nga më të fuqishmi, nuk na gjep pa thënë kundër kryeministrit Mitsotakis, duke i thënë që turp të vijë që se morë ti këtë investim 4.5 miliard dollar, po vete në Zvërnec e merr Edi Rama. Bëjnë luftë për drejtim, edhe bëjnë qelozë, nuk duan ata që Shqipëria të përparojë. Kështu që në këtë aspekt ata do punojnë kundër Shqipërisë. Pastaj këtu ja futëm në lojë edhe palandrat terroriste që i ka mbajtur gjallë me kohë Staliu dhe që ka gjallëruar tani. Kur themi i ka mbajtur gjallë, se ai i bëri vend strehim Bin Ladeni të Shqipëri. Pruri Bin Ladeni i stërviste këtu në Tiranë, në Elbasan dhe në Pogradec, 350 nga ata kamikazët për të vetë vrarë, beu bombë edhe hidhu në erë me gjithë ato, me gjithë armatimin që kishin, e eksplozivin që kishin e tjera, për të bërë akte terroriste në vendet të ndryshme që ishin kundër këtyre islamikëve të Iranit. I stërviti Staliu i mbajti gjallë ata. Në Durrës kishte vil Bin Ladeni. Jo, kështu që në këtë aspekt, domethënë, këta janë gjallëruar, sepse janë anti-amerikanë të tërbuar, edhe këta janë të bindur që në Shqipëri, nëse vjen një investim, bie fjala në Sazan, atje, vajza e Trumpit, ajo nuk vjen thjesht vetëm turizma, nuk është turizëm për ne. Ajo është edhe siguri kombëtare. Siguri kombëtare se nuk të prek kush, kur e di kush ka investuar aty, edhe ne kemi nevojë për siguri kombëtare, edhe ne kemi nevojë për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo thjesht dhe vetëm që na kanë ruajtur, na kanë dhënë shtetin. Në konferencën e paqes atë kur doni ta bëni copat na zhduknin në hartë komplet. Por edhe më vonë, edhe në luftën e Kosovës, na dhanë shtetin e dytë të Kosovës. Se jemi në vend të lakmuar, jemi në mesdhe, nuk ka gjë më të bukur se sa të jesh në mesdhe, nuk ka pasuri më të madhe se sa të jesh në mesdhe, ne na ka falur Zoti, domethënë këtu ku jemi. Edhe përjetoj, duam neve do na falte patjetër edhe alat kaq të mëdhenj, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do i bien të mirës me shtjelën kur në kurrës. E shitëm Sazani nuk shitet, u thash pse nuk shitet. Po nuk shitet më, në asnjë mënyrë nuk shitet se qoftë larg, domethënë marrin gjën më të keqe, e më banale, se këto janë banale argumente, po pse çfarë këtyre idiotëve në kuptimin e vërtet fjalës do ta thosh edhe nuk e kam për kështu, domethënë që se dikush mund ta quajë se i fyeva, që janë me arsim të lartë, e thon po shitet Sazani. Po si u shit ka Sazani? E para një herë që u thash, trata shit blerje, bëjnë gjithë popujt e kombet e tjera me njëri tjetrin.